E dila ka dhuruar spektakël në serinë A të Italisë. Milani ka zhgënjur sërish në kampionat, por humbja e fundit të rëndon më shumë, pasi përballë ishte Napoli që tashmë duket se do të marrë aratin pas kësaj fitoreje. Miqt napoletan kanë kaluar shumë shpejt në avantazh me anë të Britos me rezultatin 0-1 dhe me 0-1 është mbyllur pjesa e parë. Në të dytin, Higuain dyfishon për Napolin, pikërisht kur pritej që Milani të paktën të barezonte. Balotelli humb një 11 metrash në minutën e 60. Balotelli shënon në minutën shtesë, por koha është e pamjaftueshme dhe Napoli fiton 2-1 në San Siro, duke hapur një epokë të re. Në mesditë janë zhvilluar dhe ndeshjet e tjera ku binte në sy derbi Roma-Lazio. Verde kuqt kanë fituar me lehtësi ndaj skuadrës së Loricanës, i cili edhe pse është aktivizuar për 90 minuta, ka bërë disa gabime duke u ndëshkuar dhe me karton të verdh. Pjesa e parë ka përfunduar në barazimin 0-0, por në pjesën e dytë Barzareti ka shënuar dhe më pas Roma ka administruar lojën. Lazio tensionohet dhe u mbet një lojtar me karton të kuq. Në fund ka dhe një gol tjetër nga Roma, ku nga pika e bardhë ka shënuar Ljajic, pasi Totti sapo ishte zëvendësuar nga Borriello. Me këtë fitore, Roma merr kryesimin e Serie A duke u ngjitur në kuotën e 12 pikëve, pasi ka fituar të gjitha ndeshjet. Juventus është gjendur disi në vështirësi, kur Verona ka shënuar e para, por e ka përmbysur me rezultatin 2-1 në pjesën e parë. Ka shënuar për kampionët Tevez dhe Llorente. Ky fundit gjen golin e parë në Serie A. Pjesa e dytë nuk ka pasuar me gola dhe Juventus barazon Interin dhe Fiorentinën në renditje. Edhe Fiorentina mori një fitore të vështirë në Bergamo me Atalantën, por me shumë vlera. Interi nga ana e tij ka shkatruar Sassuolon me rezultatin 7-0, edhe pse luante jashtë fushës së vet. 3 gola në pjesën e parë dhe 4 në të dytën i kanë dhënë suksesin e radhës skuadrës së drejtuar nga Mazzari, që ngjitet në vend të dytë me 10 pikë, duke pasuar 3 fitore dhe 1 barazim.